Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju tashmë një analizë rreth ngjarjeve që po ndodhin jashta Big Brotherit. Unë kam thënë në të gjitha analizat që kam bërë, dhe me thënë në të gjitha video që unë kam sjell, kur flitet për Big Brother, këtë vit situata pak është e eskaluar. Duke u krahasuar me vitet e kaluara, familjarët kanë qenë pak më jashtë kësaj bote. Do të thënë nuk janë përfshirë shumë me lojën që ka ndodhur brenda, janë munduar që gjithçka të marrin në konotacion të lojës dhe realisht nëpër Instagramra nuk është se kanë bërë shumë reagime, nuk është se kanë shprehur shumë shqetësime të tyre kundërdrejt fëmijëve, familjarëve të tyre brenda në shtëpi. Siç duket, familja e Selin, familja e Mirit edhe familja e Rogertit kanë filluar që të hapin një betejë të dukshme rreth njëri tjetrit. Miri dhe Rogerti janë duke luajtur një lojë shumë të neveritshme. Do me thënë ato mundohen që të afrojnë Selinën në mesin e tyre. Tani pikpyetja ime e madhe është kjo: a janë të detyruar nga produksioni që të luajnë në këtë formë për të afruar Selinën në mesin e tyre, që të bëjnë ngritje të klikimeve, që të ketë interes për këtë spektakël deri në ditën e fundit nga të gjithë shqiptarët të cilët po e ndjekin, apo thjesht janë ndjesitë e tyre që të sillen me Selinën në këtë formë dhe të përdorin ndonjëherë një gjuhë që në fakt në media nuk është e pranueshme, sepse ndoshta Miri dhe Rogerti nuk mund ta kenë patur me atë qëllim, por duke u bazuar në fjalët të cilat janë adresuar kundërdrejt Selinës deri më tani, edhe mund të jetë fjala e thënë sot me një qëllim të tillë. Për çfarë fjalë bëhet po flas unë? Miri dhe Rogerti ishin të pozicionuar në kuzhinë dhe po hanin darkën. Selina po futet brenda në shtëpi, duke kaluar kryesisht tek ato. Tani ndoshta edhe Selina e bën këtë gjë me kastile që të bie në sy dhe t'i provokon ato, që ato të flasin, të thonë ndonjë gjë dhe që të mos duket tek publiku që Selina po grindet me to, por le ta marrin sikur ato po e ngacmojnë Selinën dhe Selina po krijon debate. Nuk them që këtu në këtë mes Selina është pa faj, sepse derisa ti kalon vet, i provokon vet, atëherë prite dhe reagimin nga ana e tyre. Por, do t'ishte e bukur dhe do t'ishte njerëzore që Rogerti dhe Miri, për moshën që konsiderojnë, të kishin një kulturë të bukur dhe mënyrën se si shpreshin, le ta ngacmojnë Selinën, por le ta ngacmojnë në formë tjetër. Tani për çfarë ngacmimi bëhet fjalë? Rogerti sonte i thot Mirit: imagjino po të ishim në një film ne të tre. Tani për çfarë filmi e kanë fjalën e din vetëm ato. Çfarë do të ishte ndodhur me këtë? Do të na binte buka nga goja, nga që ishin duke ngrënë. Edhe Miri i thot: mua sapo më ra buka nga goja. Me këtë gjë Miri do me thënë vetëm që aprovoi që mua Selin po ma heqën trurin, mua Selina po më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Sepse të thuash mua sapo më ra buka nga goja, do me thënë ti tregon një anë pëlqyeshmërie tek kjo vajzë që ti në fakt e ke thënë gjithmonë dhe je në kundërshtim me fjalët e tua që ke thënë në Prime, por i afërsuar me fjalët e tua që ke thënë në dhomën e rrëfimit. Do me thënë, Miri ndoshta këtë ka një lloj humori të zi dhe nuk di e forma se si ta shpreh, por familja e Selinës e kanë lexuar sikur këto të dy, do me thënë, po mundohen që nëpërmjet fjalëve seksiste të bëjnë për vete Selinën dhe Selina të futet në grupin e tyre. Unë e di që Miri dhe Rogerti këtë gjën e kanë misionin e tyre, do me thënë që tashmë kur jemi drejt fundit, ato të marrin Selinën në kampin e tyre. Por çfarë ndodh? Pas reagimi që ka bërë familja e Selinës, që në fakt është një reagim që ka marrë goxha pëlqime dhe goxha komente, por njëkohësisht dhe shumë shpërndarje, në Instagramin e Rogertit ka reaguar dhe familja e Rogertit. Do me thënë dalim në fillim që thash, luftra tashmë ka nisur edhe mes familjeve jashtë. Familja e Rogertit thonë kështu: a e kuptoni çfarë bën faqja zyrtare e Selin, shoqëruar me një pikpyetje? Bëjnë çdo gjë për të rritur follow
duke hedhur video gjasme skandale në emër të Rogertit edhe të Mirit. Dhe për më tepër e bëjnë akontin privat që njerëzit të futen e të bëjnë follow e të rriten ndjekësit njerëz të dëshpëruar. Tani këtë gjën që thon këto, do me thënë rjeti i Rogertit që mbajnë të Instagramin, unë e di dhe ju jeni dëshmitar që në çdo prime faqja e Rogertit bëhet privat. Dhe pas prime-it faqja e Rogertit hapet. Tash nëse këto akuzojnë familjen e Selinës apo njeriun i cili mban në fakt të Instagramin që këtë video e kanë hedhur për të rritur followersat, unë mendoj që Selina ka një fanbase goxha të gjerë, janë hapur ca grupe që mbështesin Selinën dhe ka goxha klikime në Instagram krahasuar me Rogertin dhe me Mirin. Çuditërisht, do me thënë, unë më ka rënë në sy, në çdo prime, qoftë ajo të martën, qoftë të shtunën, përdoruesit e Instagramit të Rogertit të bëjnë privat Instagramin dhe shkruajnë një koment tek chati në YouTube që futuni te Instagrami Rogertit të shikoni se çfarë ka ndodhur, vetëm e vetëm që t'i rrisin followersat. Dhe mendoj që kjo metodë dhe kjo strategji ju takon atyre. Më pas shkruajnë: mbetën duke u viktimizuar, kanë filluar të shpikin edhe fjalë që nuk dalin nga goja e Rogertit. Në fakt doli fjala, sepse ne e dëgjuam. Është e turpshme ta akuzosh kot sepse këtu nuk përmendet as pak fjala porno. Ai nuk tha porno, tha filma. Do me thënë, porno nuk ka përmendur në fjalë Rogerti. Nuk duhet që të tolerohet të manipulohet me emrin e Rogertit. Do me thënë, familjarët e Rogertit kërkojnë që të merren menjëherë, do me thënë, masa kundërdrejt Selin dhe përdoruesit të Instagramit të Selinës që të ndalohet shpifja kundërdrejt Rogertit edhe Mirit. Tani, që është egzageruar si gjë, nga familjarët është egzageruar. Rogerti film porno nuk tha, ai tha po të ishim pjesë e një filmit, jo film porno. Nuk e përmendi fjalën porno, me thënë të mos i shtojmë gjërat. Tha po të ishim pjesë e një filmit, do të na binte buka nga goja. Dhe Miri unë gjithë tha sa po më ra buka nga goja, sepse ishte duke ngrënë bukë, do me thënë ishin ngacmime kundërdrejt Selinës në formë seksiste, them edhe një herë, por jo porno. Do thënë s'kishte këtu të bën fare me pornon që përmendi Rogerti. Unë mendoj që mlefi dhe inati familjar po bëhet jashtëzakonisht i madh kundërdrejt të dy palëve që nuk lëshojnë penë në asnjë mënyrë, që nuk tolerojnë asnjë gjë. Unë mendova që do të gjendet një paqe jashtë dhe çuditërisht banorët nuk kanë informacion brenda. Imagjinoni Selina në të vërtetë të afrohet në lojë me Rogertin, sa keq do të kishin dalë familjarët në këtë lojë. Unë mendoj që familjarët do të jenë pak më të vetë kontrolluar, të jenë pak më në vetëdijet e asaj se çfarë thonë dhe çfarë bëjnë, sepse në fund të ditës është një lojë dhe le t'i lëm publikut t'i gjykojë, le t'i lëm publikut të vendosë dhe produksioni për banorët të cilët vërtet e teprojnë me fjalët që thonë, sepse unë kam një besim të jashtëzakonshëm tek opinionistët dhe unë mendoj që opinionistët dëgjojnë.